Jam mbrojtëse e viktimës akuzuese, megjithatë sot flas dhe në cilësinë e një gruaje dhe të një nëne. Arsyeja pse sot kam vendosur të jap këtë deklaratë është sepse në një afat shumë të shkurtër kohor kemi marrë disa denoncime të tjera, të cilat datojnë kjo ngjarje që të datojnë rreth 33 vite më parë dhe i fundit 1 vit më parë për të njëjtat raste abuzimi që doktori në fjalë ka bërë me vajza dhe gra të tjera. Sigurisht që ky është një rast i përsëritur dhe kjo e bën akoma më të rëndë situatën dhe vetë ngjarjen, se si ka mundur të integrohet dhe të qëndrojë në një kohë kaq të gjatë një mjek në sistemin spitalor dhe të jap shërbime për individ të ndryshëm, vajza dhe djem, në kushte të caktuara. Ngjarja është shumë sensitive për shoqërinë, megjithatë unë jam falënderuese vajzës e cila mori kurajën të flasë dhe të reagojë, të ngrejë zërin, pasi ngjarje të tilla duhet të fliten për të ndërprerë. Mendoj se tani është momenti i duhur që drejtësia e re të reagojë dhe të jap përmes forcës së shembullit mënyrën se si këta abuzues, manjak, pedofil, nuk duhet dhe nuk mund të shkelin më mbi gjakun e fëmijëve tanë. Uroj që të reagojë sa më shpejt drejtësia, pasi deri tani nuk kemi marrë asnjë informacion as ato që ligjërisht i takojnë avokatëve mbrojtës. Ne jemi një ekip prej 3 avokatësh që po asistojmë viktimën abuzuese. Jemi të gatshëm të asistojmë të gjitha denoncimet e tjera që do të vinë dhe unë ju bëj thirrje grave dhe vajzave të vinë dhe të denoncojnë, të ngrejnë zërin për ngjarje që mund të kenë ndodhur. Dhe vetë ekipi ynë do t'i asistoj këto njerëz, këto vajza, këto gra, duke garantuar një mbrojtje efektive dhe anonimat të plot. Bëhet fjalë për akuza dhe denoncime ndaj këtij mjeku. Janë akuza të cilat datojnë për ngjarje e para fillon rreth 33 viteve më parë dhe më e fundit që ka ardhur është para 1 viti. Ne duam të faktojmë që ky rast është një rast i përsëritur dhe se ky problem nuk qëndron vetëm tek mjeku. Kemi të bëjmë me një strukturë spitalore e cila nuk ka ndërmarrë asnjë hap për të bërë një hetim administrativ, edhe pse ka pasur çdo indicie të mjaftueshme për të mos e mbajtur më këtë mjek në atë vend pune ku ai ka pasur mundësinë të shfrytëzojë dhe të përdorë njerëz në kushte vulnerabël.